Përshëndetje, ja ku jemi edhe sot, Shofriti mish italian, po na kërkojnë gjërat veçanta. Sot kam përgatitur si dikur qu me misër të bardhë dhe para krafile, të cilët do t'i prezantoj në formë voançare. Kjo është një specialitet i vjetër, por do prezentohet në një formë moderne. Dhe që unë kam po ty që kam përpunu. Ja pra, në gjyrat google, në mbren gjyrat mo. Kjo është kuzhina shqiptare, Shqiptarjani, bashkë me shefat e tjerë, që treba dhe të lujtë në Shqipëri, do bëjmë një prezentot një demonstret. Të një dëshojnë të bashkë të si go montohen tjata, Tu marrim qullin, dhe të prezentohet të tjata, këtë formë. Tani do marrim, nuk t'i themi atë në formë moderne. Ta kuptoni si sa rëndësishme është që mos harrojmë që ne dimë një vend i varfër, por kemi pas gjëra shumë të mrekullueshme. Tash i cili është sekreti i specialitetit? Sekreti i specialitetit është mënyra, pra gjalpi, ja shikoni këtu tash. Shikoni sa fantastike, apo e pa? Pra, kjo është kuzhina moderne shqiptare. Moderne, në themi në stilin e vjetër, të prezentuar në modelin e ri. Kjo është përpjata e vënë, fantastike, do vazhdojmë të bëjmë gjërat mrekullueshme. Sot, këto miq italianë që erdhën, po i prezantoj që do ta pavizoj me një emër të veçantë. Ju si mendoni, si mund ta shihni kjo? Në lidhje diçka me përsheshin. Jo, përsheshi është ndryshe. Pra, qu me krapule. Atëherë mund të themi, unë ja kam vendosur qu si dikur me krapule si sot. Kjo është fantastike që t'i prezentohet tash i miqve tonë italianë dhe do t'i surprizojmë. Do presim për gjërat e tjera. Atëherë kjo mund bëhet Lara, si zona Shëngjirgjit, mund do eksplorojmë në të gjitha zonat e Shqipërisë në mënyrat se si e bëjmë. Ne Shkodran dikur e kemi bërë me shigla, e kemi bërë ma fukralleku, por mund ta modifikojmë edhe në stilin italian me guanciale ose në format e tjera. Pra, do vazhdojmë dhe do shohim në momentin e dytë dhe gjëra të tjera veçanta. Faleminderit.